Duke filluar nga 1 shtatori i këtij viti, Kina do të përfshijë mësimin e inteligjencës artificiale në kurrikula në të gjitha shkollave fillore dhe të mesme. Kjo lëvizje ambicioze synon të ofrojë fëmijëve që nga mosha 6 vjeçare njohurim bazë mbi inteligjencën artificiale, ndërsa nxënësit më të rritur do të eksplorojnë koncepte më komplekse dhe aplikime praktike. Sipas planit, çdo nxënës do të ketë të paktën 8 orë mësimi kushtuar inteligjencës artificiale çdo vit, me një program të përshtatur për nivele të ndryshme moshe. Shkollat do të kenë fleksibilitetin e integrimin e inteligjencës artificiale, duke përfshirë atë në lëndët ekzistuese si shkenca, teknologjia dhe matematika, ose duke ofruar si një lëndë të veçantë. Ky vendim reflekton ambicien e Kinës për të kultivuar një brez të ri të aftë në teknologji që në moshë të re. Iniciativa duket se ka për qëllim të nxjisë zhvillimin e inovatorëve, studiuesve dhe inxhinierëve të ardhshëm, të cilët mund të luajnë rol kyç në fusha si robotika, automatizimi dhe inteligjenca artificiale. Autoritetet kineze shprehin besimin se ekspozimi i hershëm ndaj inteligjencës artificiale do të ndihmojë në një kuptim më të mirë të teknologjisë në të ardhmen, se do të rrisë interesin për karriera në fushat STEM, shkencë, teknologji, inxhinieri dhe matematik. Ndërkohë që shumë vende të tjera po shqyrtojnë mënyrat e integrimit të inteligjencës artificiale në sistemet e tyre arsimore, Kina ka marrë një hap konkret, duke bërë inteligjencën artificiale një element thelbësor të edukimit që në fillimet e shkollimit. Kjo lëvizje do të ndiqet me interes nga komuniteti ndërkombëtar për të parë ndikimin e saj në brezin e ri dhe në zhvillimin e teknologjisë globale.